Pas deklaratës së kryeministrit Hristijan Mickoski se reformat e kërkuara janë për rritjen e pagave dhe komentit ironik se edhe ai mund të dhurojë pagën e tij, erdhi reagimi nga gjyqtarët dhe prokurorët. Përmes një deklarate të përbashkët nga Këshilli Gjyqësor, Gjykata e Lartë dhe Shoqata e Gjyqtarëve thanë se komentet e tij për sferën e gjyqësorit janë poshtëruese, duke u përpjekur të kalojnë përgjegjësinë e situatës së përgjithshme të shtetit tek gjyqtarët. Me komentet tuaja po dëmtoni parimin demokratik të pushtetit gjyqësor, që është një kategori kushtetuese, dhe kushtetuta dhe pavarësia e pushtetit gjyqësor duhet të respektohet, thuhet në deklaratën e përbashkët. Që një kohë të gjatë, komentet tuaja për gjyqtarët dhe sistemin gjyqësor kanë kaluar kufijtë e sjelljes së mirë dhe janë shndruar në sulme të pabazuara dhe të përgjithshme. Raporti i fundit i Komisionit Evropian thekson qartë se problemi më i madh në sistemin gjyqësor është pavarësia e gjyqtarëve, e cila dëmtohet nga ndërhyrja e vazhdueshme e pushtetit ekzekutiv dhe legjislativ. Si problem kyç është theksuar edhe varësia financiare e gjyqësorit nga buxheti shtetëror dhe në këtë kontekst pagat e gjyqtarëve janë vetëm një segment i pavarësisë financiare. Por në lidhje me qëndrimin e dieshëm, sot kryeministri tha se do të mundsoj pavarësi financiare pra ta marrin buxhetin e tyre dhe kjo deri në fund të vitit, por gjithashtu shtoi se do të kontrollohet me rigorozitet mënyra se si i shpenzojnë parat. Тоа. Јавно кажувам, ќе го добијат тоа, откако ќе направиме деталната анализа како е тоа во современите земји. Сами нека вработуваат, сами нека напредуваат, сами нека се грижат за сите оперативни трошоци, сами нека си даваат плата во рамките на буџетот, кој што ќе биде процент онаков каков што е во неколку примери кои што ги дефинирав. Само една работа ќе бараме. Odgovorno. Në repartin e Komisionit Evropian u theksua se është e nevojshme pavarësia financiare e gjyqtarëve dhe prokurorëve. Prokurori shtetëror Ljupço Kocevski së fundi u ankua se prej disa vitesh nuk ka asnjë punësim dhe punojnë me 1/3 e stafit të nevojshëm.